Xhaneta Fetau ngushëllon gjestin në varimin e vllajt pas aksidentit tragjik. Pas ditën e së shtunës u zhvillua ceremonia e varimit të vllajt të mitur të këngëtarit dhe fituesit të edicionit të 4 të Big Brother People Albania gjestit. Në këtë moment të dhimbshëm morën pjesë një numër i madh qytetarësh, familjar, miq dhe figura publike që u mblodhën për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Mes të pranishme ishte edhe Xhaneta Fetau, e cila erdhi për të shprehur ngushëllimet dhe përkrahjen ndaj familjes në këto çaste të veçanta. Xhaneta Fetau ka shprehur ngushëllimet përmes edhe një Insta story, ngushëllime të sinqerta për gjestin dhe familjen e tij. Zoti u dhënë forcë dhe durim në këto kohë të rënda, ndërsa shpirti i tij pushoft në paqe dhe dritë të përjetshme. Kujtimi i tij i mirë do të mbetet gjithmonë në zemrat tuaja, shkruante Xhaneta.